Një jetë, shumë histori, është libri I autores Adelina Beluli. Kjo monografi kushtohet jetës dhe kontributit të pashoq të pishtarit arsimit shqip dhe njëherit mësueses së parë në rajonin e Likovës dhe Kumanovës, Regaipe Osmani. Në praninë e qytetarëve të shumt, mësimdhënësve të ndryshëm, u përkujtua vepra dhe sakrifica e mësueses së parë në rajonin tonë. Valorizimit të fjalës së shkruar, gjithsesi promovimit të librit. Promovimit të një libri për një personalitet të shquar e cila është e pranishme të lavdëron kudo në mesin tonë. Mosha për të mbase është vetëm një numër dhe asgjë më shumë. Edhe pse në moshë të shtyra ajo vazhdon të jetë edhe më tutje shembull I rrallë I përkushtimit dhe dashurisë për arsimin. Si mësuese me përvojën urtësinë dhe durimin e saj ka ndriçuar rrugën e shumë brezave të nxënësve dhe jo vetëm. Fjalët dhe mësimet e saj nuk kanë qenë vetëm dije, por njëkohësisht edhe frymëzim për të besuar në vlera, punë dhe në njerëzi. Me përkushtimin e saj të palodhur, ajo mbetet një model I gjallë që tregon mbase se mësuesi I vërtet në gjuhë të përhershme dhe të pashlyeshme në jetën e nxënësve dhe jo vetëm të tyre. Ky personalitet, në momentet kur mund të na kaplojnë mbase ndonjëherë molepsia, kutia, pse jo nebuloza shoqëruar me apati dhe ndoshta edhe me niktalopi, shërben si një frymëzim dhe motivim për mosdërzim dhe për këndellje. Jemi shumë mirënjohës I urojmë shëndet mbi të gjitha. Nuk ka besoj që ditë më të mirë se sa dita e sotme që ka zgjuar Adelina për të promovuar një libër kaq të rëndësishëm që flet jo vetëm se për një personalitet dhe pishtar I arsimit të anës së Kumanovës, por në përgjithësi edhe për historinë e arsimit shqip në përgjithësi të kësaj bote. Në fillim më lejoni që t'ju uroj me që shoh se shumica janë njerëz që vinë nga sfera e arsimit, t'ju uroj 7 marsin ditën e arsimit shqip, një nga datat më të rëndësishme të historisë kombëtare. Sa I përket librit natyrisht ka qenë një kënaqësi që të punoj bashkë me Adelinën në urosimin e kësaj vepre kaq të rëndësishme. Për dallime që gjatë viteve unë dini se kam kaluar në përduar shumë libra, por kjo ka qenë një nga libra ndoshta më të veçantë që edhe jo vetëm për shkak të tematikës, të cilën e shtjellon, që ka qenë shumë e madhe dhe shumë e ndjeshur me ngjarje dhe rrëfime të ndryshme, por edhe me nivelin e lartë të shkrimit, në stilin shumë poetik, shpesh I ndërthurur edhe me narracion historik, për shkak se të shtrëngojnë më shumë ngjarje të historisë së kombëtare në të kaluar. Prandaj ka qenë një privilegj vërtet që jam pjesë e këtij projekti dhe ka dalë libri me këtë formë që ju pjesë e tuti do të mund ta shihni dhe ta lexoni. Meqense recenzentët të nderuar kolegët të Zhvalonin dhe Tarjanin kanë bërë vlerësime, recensione pak më të zgjeruar me librin, por nuk do t'ju marr më shumë kohë për shëndetin dhe kulturën. Ne jemi ata që jemi sot, falë kësaj mësuese që është personifikim. Ashtu siç është përshkruar në libër, fati I saj nuk është nesh, ky është fati kolektiv. Pra nëpërmjet këtij personifikimi, sot të gjithë mësuesit me përputhje për të gjithë mësuesit, të gjithë ata që kanë vazhduar me këtë plakadan për të dhënë kuptim jetës, sot vetëm do ta gjejnë si stan edhe dy parafolësit e mi në këtë libër. Brenda kapakëve të këtij libri fshihet diçka shumë e madhe, diçka shumë e shenjtë, diçka që bën këtë fanart mos shuhet kurrë. Pavarësisht modestisë saj dhe modestisë së mësuesve, sepse të tillë janë mësuesë. Gjithmonë janë mësuar të jenë modest. Gjithmonë të ecin me modestinë e tyre. Por ama, vepra e tyre është frymëzim për ne. Vepra e tyre është motivim për ne.
vepra e tyre është ajo që e bën rrugën tjetë e shejtruar për të ecur. Nga ecën ata dhe për të vazhduar dhe për t'i lënë trashëgimi brezave të tërë që do të vinë. Dhe në këto momente me që jemi të mësuesia, jemi të libri, jemi të dia, jemi të arsimi, kujtohet reformatori i madh zviceran, Peter Frato. Ka një libër lutje arsimore. Ai ju drejtohet mësuesve me një fjalë. Dhe kjo ndoshta blen më shumë se sa kur, jo për kohën e mësuesës rrek, sepse mësuesja rrek e dinte këtë gjë. Vlen për kohën tonë. Pra thot, mjafton t'jeni ju të motivuar. Këtu e ka fjalën tek mësuesi. Këtu e ka fjalën tek mësimtar. Tek çdo njëri prej tyre përfshi edhe mua aty bashkë me kolegët tjerë. Dhe kjo do të thotë se nëse ne jemi të motivuar, atëherë pa dashur me hyrë në teorinë e masë të tjerëve, do të thotë edhe nxënësit, ata që i kemi përballë, studentët që i kemi përballë, dhe ata do të jenë të motivuar. Prandaj kjo është lartësia e detyrës sot. Po si të klasone para këtyre nxënësve tonë që i kemi bën kaq të fortë, kaq të dashur. Që i thatë për me. Inshallah i meritojnë, po unë për mësus të rejtë, për ullëm dhe të regoj se mësusja rejtë ishte një psikologe, një mësuse, një namë që ka pas dëshirë të gjdoj në një punojë në të mësusja. Kjo ishte atje ofert me neve, sa që në ka gjetë në gjdo rast, në urime, po edhe atë në ka nështu dhe për ngushtimin të kohë. E për shëndes mësus të rejtë, të shëroj shëndet Adelina është qërshia mbitovët, që e ka bërë për gjyshën, për mësuesën, bravo së qoftë Adelina. Urime mësuesën. Shkoqin Adelina, edhe mësuesën pritë që e vlezënëve kësi fjallë bukra. Urime për të gjithë. Faleminderit. Unë me ty kam punuar, me gjithse kam qenë qëtër lami, po kam pas shumë, dhe kam marrë shumë sjellje edukative dhe arsimore, që në fakultet nuk ka qenë të shkrume. Disa sende nuk shkruan, po përfituan nga përvoja e punës, dhe nga ju dhe nga disa tjerë që kanë qenë merituar, kam marrë përvoje. Dhe kam pas qëndrim jashtëzakonisht kështu të matur ndaj nxënësve. Më ka shërbi qëndrimi ju ndaj nxënësve si një sjellje. Qëtër sjellje duhet kishe në shtëpi, qëtër sjellje kishe në shkollë. Të ju pa ju e të më vjetë, të më moshuarit, dhe unë i përdosha ato metoda që nxënësit jetë sa më afër profesorit, arsimtarit sa më afër, dhe ju dëshiroj shëndetësari. Shëndet të plot, po të më pi kufinin 100 e sa, dhe 100 se marim përvojit. E ftoj autorën e librit Adelinën që ta marrë fjallën. Kjo monografi nuk do të ishte në këtë formë, po të mungonte bashkëpunimi një ekipi të mirëfillt. Andaj, falenderoj përësëmërsisht redaktorit e veprës, zotëri Sërdael Demirin, recenzentët e veprës, zotëri Demush Bajramin dhe zotëri Ardjat Ramadanin, lektorit e veprës, zotëri Berat Takaj, shtëpinë botuese Armadiloni nga Prishtina dhe zotëri Bekim Saliu për përpunimin e dizajnit të veprës. Me këtë monografi nuk kam bërë realitet vetëm në ndërtimën për të shkruar një vepër, por kam përjetësuar një periudhë të rëndësishme dhe të vështirë në historisë sonë arsimore. Kam dashur të ruaj të gjallë kujdesin e gjyshësime, jo vetëm si mësuese, por si ndërgjegje morale e kohës dhe si dritë udhëzues për këto që zgjedh ta ndërtoj jetën mbi dije, dinjitet dhe mbi shërbim ndaj shoqërisë. Figura e saj për mua nuk ka qenë vetëm subjekt shkrimi, por njëherë ka qenë model jetësor dhe frymëzim në rrugëtimin tim profesional. Këtë libër nuk e kam shkruar vetëm si mbesë e saj, e cila i ruan kujtimet familjare,
por kam dashur ta dëshmoj një periudhë të vështirë të historisë kombëtare, në për të cilën ajo është dashur të hapështigje, e rrëfuar me paradykime dhe me vështirësi ekonomike, pra me mungesën e kushteve. Andaj, në këtë vepër kam dashur ta paraqes edhe një vështirësi tjetër. Nuk është vetëm çështja e edukimit, arsimit kombëtar, por e vajzës shqiptare. Jam munduar të përmbledh të gjitha këto gjëra për ta bërë me dije se neve sot e kemi shumë të lehtë rrugtimin tonë profesional, por edhe atë mjekësor. Për të, mësimdhënia asnjëherë nuk ka qenë vetëm thjesht një profesion, por ka qenë një mision, ka qenë një trit që ndriçonte për te mureve të klasës. Ky libër është asgjë tjetër përveç një përulje para figurës së saj, por një herë edhe një thirrje e heshtur që misioni i arsimit asnjëherë të mos humbetet, por të mbetet dritë e pashuar në mesin e shoqërisë sonë. Jam Regalit e Osmani, lindur në Kubandov, mësuesja e parë në fshatin, do të thonë rrethen e Kumanovës dhe në Kumanov. Dhe kështu në punë më vështira kemi punuar, edhe kam dëshirë gjithnjë në arsim, edhe i luti arsimtar profesor gjithdi të festojnë të ditën e 7 martë. Në falenderoje zemra së Adelinës dhe një që ka të në histori e arsimit. Edhe falenderoje. Në